Hyrja e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza do të transformohet plotësisht. Punimet për ndërtimin e fasadës pritet të përfundojnë brenda pak muajve. Në hyrjet e aeroportit do të ketë një pedonale të dedikuar për qytetarët dhe turistët, të cilët do të presin orarin e tyre të fluturimit. Fasada mbulon një sipërfaqe prej 40.000 metra shkatror dhe përveç funksionit estetik, do të luajë një rol kyç edhe në përmirësimin e qarkullimit dhe mbrojtjes ndaj kushteve atmosferike. Përfundimi i këtij projekti pritet që të japë një dimension të ri dhe krijon një pamje mbreslënëse në hyrjet e aeroportit Nën Tereza, sidomos gjatë natës. Sipas arkitektit italian, fasada është frymëzuar nga motive tradicionale shqiptare dhe është ndërthurur me arkitekturën bashkëkohore për të krijuar një identitet unik estetik dhe kulturor. Një tjetër investim i rëndësishëm në aeroportin e Rinasit është edhe ky parkim nëntoksor me një kapacitet prej 1.000 automjetesh, i cili vjet në dispozicion të turistëve apo udhëtarëve të cilët do të fluturojnë nëpërmjet këtij aeroporti. Parkimi nëntoksor është i lidhur direkt me terminalin, duke çuar në 3.000 totalin e vendeve të parkimit dhe zë një sipërfaqe prej 28.000 metra shkatror. Kjo ndërhyrje është realizuar brenda 3 muajve për të përballuar fluksin në rritje të pasagjerëve gjatë sezonit të verës. Transformimet e fundit janë pjesë e një programi të gjerë investimesh që janë ndërmarrë në aeroportin Nën Tereza dhe përfshin zgjerimin e mëtejshëm të zonave të mbërritjes dhe të nisjes, përmirësimin e infrastrukturës digjitale dhe fizike, si dhe nisma të tjera për zhvillim të qëndrueshëm, përfshirë prodhimin e energjisë nga burimet alternative. Këto ndryshime janë pjesë e një strategji afatgjatë dhe të qëndrueshme për zhvillimin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Deri më sot rezulton se janë investuar mbi 150 milion euro për të përmirësuar infrastrukturën, për të rritur kapacitetet dhe për të ndërtuar një standard të ri për transportin ajror në Shqipëri.